Shumë i dashur i besimtar, i nderuar musliman, ty që t'ka fisnikruar krijuesi yt absolut, ty që t'ka dalluar nga të gjitha krijesat tjera, që të bëri të jesh i Zoti i mendjes, të nderoj dhe fisnikroj dhe të dha imanin, nimetin më të çmuar që mund ta kesh në jetë. Falenderoje gjithmonë krijuesin absolut, Zotin tënd, për dëllimtarin e pashoq. Qoj salat e selam krijesës më të mirë që flijoj çdo gjë të shtrenjtë që kishte, vetëm që ti sot ta gëzosh këtë fe, këtë sistem jete, që të rregullon çdo segment të frymimit tënd në këtë planet. Qoj selam asaj gjenerate që nuk kursyen asnjëherë më të shtrejtën që kishin, vetëm që ta çojnë porosin në vend, të bëhen përgëzues për njerëzimin. Çoju selam dhe përshëndeti të gjithë ata që përpiqen me në krye familjen e të ndershmit Mustafa dhe kërkojnë udhëzimin e shpërndajnë atë me të tjerë. Shumë i dashur i musliman, sot kudo është bërë jeta shumë dinamike, po veçanërisht në Zvicër është bërë shumë kërkues. Dhe në këtë robotizim të jetesës së njeriut e kemi shndruar veten në një cikël të automatizuar në cilin vetëm i kryejmë punët. Jemi aq të ngarkuar me rutinën sa shpesh herë harrojmë të ndalojmë ta pyesim veten pse i bëjmë punët që i bëjmë. Sot ne punojmë aq shumë sa që harrojmë ta pyesim veten pse punojmë. A jetojmë për punuar apo thjesht ashtu siç duhet punojmë për të jetuar? Në gjithë këtë robotizëm, në gjithë këtë automatizëm, është shumë normale që njeriu të kaloj në klapi, të kaloj në gaflet. E në këtë gaflet, Allahu fuqiplot që e shpalli Kur'anin të vlefshëm për çdo kohë dhe për çdo vend, ka quar edhe çelësa, ka quar trokitje, ka quar forma si ta zgjoj njeriu. Muslimani sot, më shumë se kur, duhet të jetë syçet. Bota po zhvillohet me hapa gjigant, po transformohet me hapa shumë të shpejt dhe të mëdhenj. Ajo që i është dashur botës prej vitet 70-ta deri tani, që të zhvillohet në një tempo shumë të shpejt nga teknologjia, tonë hulumtuesit për një kohë shumë më të shpejt do zhvillohet shumë fish më shumë, me zbulimet e mëdha. Dhe muslimanit në këtë transformim kaq të shpejt, ku çdo gjë ecë me një ritëm shumë të shpejt, i duhet zgjuarsi, i duhet syje çelësi, nuk guxon të jetë i përgjumur, nuk guxon të jetë në gaflet. E Allahu fuqiplot i çon shpesh herë njeriu trokitje, që ta zgjoj, ti thot ndalo. A e kemi vërejt ne se gjysmë minutin e vetëm që e kemi të lirë, çfarë bëjmë? A e nxjerrim me njëherë telefonin të shohim çfarë ka? A nuk kemi bërë ne sot robër të njoftimeve, të notifications me njëherë? E nxjerrim telefonin nga xhepi. A të ndalojmë të mendojmë pse e bëjmë këtë? A e dim pse e bëjmë? E bëjmë se po nuk e nxorëm telefonin, çfarë do ketë? Do ketë qetësi. Qetësia çfarë sjell? Sjell reflektim. Qetësia të vetëdijson. E nëse ne do reflektonim, do duhet të ndryshojmë diçka, të dalim nga zona jonë në cilën ndjehemi të sigurt, nga komfort zona jonë. Prandaj çfarë bëjmë? Friksohemi të qëndrojmë vetë me vetveten. Le të ndalojmë ta mendojmë kur ka qenë hera e fundit ku ne kemi ndarë 1 minutë për të medituar. Edhe kur jemi vetëm, ne nuk jemi vetëm, se me njëherë nxjerrim telefonin, me njëherë ndezim televizorin, me njëherë bëjmë diçka. Edhe vetmis nuk ja japim hap. Vetmia, të dashur miq, është çelësi që na bën të reflektojmë. Është trokitje. Se klapia është kur ti e di diçka, por e ke lënë në prapavi. Kjo është gaflet. Edhe ne i dim punët, por janë atje në prapavi, kemi lënë anash, nuk merremi në moment me to. E Ramazani don që të vijë dhe njeriu ta tërheq nga mentaliteti i tregtarit nihilist. Është një studiues japonez që quhet Izutsu. Në veprën e tij njeriu dhe Zoti në Kur'an tërheq, bën një analizë kështu. Flet për Mekka si para se të vijë Islami dhe thotë, në kohën para se të vijë Islami në Mekë, materializmi ishte në kulmin e vet, siç është sot në botë. Dhe tregtarët e Mekës ishin njerëz shumë të mençur, shumë të mprehur, megjithatë ishin nihilist. Pra nuk besonin se ekziston diçka përtej kësaj bote.
çdo gjë që e bënin të fokusuar vetëm në këtë jetë, pa menduar se ka vazhdim. E nihilizmi, kjo lloj bindjeje, ky besim i jep njeriu arsyetimin të veprojë çdo gjë për të arritur qëllimet në këtë tokë të përkohshme. E ne sot e kemi mprehësinë e atyre, se edhe ne jemi shumë të aftë. Edhe ne jemi në kulminacionin dhe dim të mbjetojmë, bile jemi edhe zotër të këtij sistemi, udhëheqim në këtë sistem. Megjithatë nuk duhet të lejojmë që të hyjë ky nihilizëm tek ne. Se Allahu fuqiplot balansin te muslimani e ka mbajtur shumë të qartë. Ka thënë ti duhet të jesh i suksesshëm, por të besosh se ka një botë tjetër. Të besosh se ka një vazhdimsi. Kjo do jetë busulla jote morale që do të ndalojë, do të frenojë, do të jap rregull. Prandaj, kur e tërheqim këtë paralele, duhet çdo herë të jemi të vetëdijshëm dhe të zgjohemi nga llapia, se Zoti na ruaj mund të përfundojmë te mentaliteti i tregtarit nihilist Mekës, që neve nuk na duhet. Materializmit të skajshëm që të mund ne të gjejmë ilaç, do e mos të japim një ilaç me spiritualizëm, me anën shpirtërore të fuqishme. Unë dua të ndaloj me një udhësi të Ibn Ataullah Eskenderi. Ai thotë kështu, i dashur vëlla, e dashura motër, thotë kështu, o musliman, la tarhal min kaunin ila kaun, mos lëviz nga një krijesë te një krijesë tjetër, nga një vend në këtë botë tek një vend tjetër, sepse atëherë thotë do të bëhesh, ata që janë më të vjetër e dinë. Më parë ka pasur një gur të madh që ka lëvizur në mulli dhe ai guri e ka bluar grurin. Po për ta lëvizur atë guri, kur ka qenë guri më i madh, ka lidhur një kafshë. Zakonisht ka qenë gomare e kafsha, që ka lëvizur vetëm në rreth, ose mund të qenë edhe buall, që vetëm ka lëvizur gurin, që ta bluaj grurin, apo jo? Vazhdimisht kafsha është lëvizur, po a ka shkuar dikun? Nuk ka shkuar askund, vetëm është sorollatur në vend. E thot, mos i bëj lëvizjet tua në jetë lëvizje horizontale, nga një njeri tek një njeri tjetër, nga një vend tek një vend tjetër, nga një krijesë tek një krijesë tjetër, se do bëhesh tot se kafsha që vetëm e rrotullon atë gurin e mullirit. Jo, bëj lëvizjet tua të jenë vertikale. Lej mo njerëzit, mjafton me udhëtime drejt krijesave. Le të fillojmë të bëjmë gjitjet tona drejt Allahut fuqiplot. Le të bëjmë lëvizjet tona ka krijuesi ynë. Ramazani është kjo, është një trokitje, a nuk e shohim se si na thën të gjitha rutinat. Çdo rutinë që ne kemi pasur, Ramazani vjen dhe ta thën. Ta thën më të çmueshme tënde, ta thën ciklin e ushqimit, gjën më elementare, më të nevojshme, që të bëj të vetëdijshëm, të trokas. Fjello, zgjoh. Ramazani duhet të jetë i tillë tek ne. Nëse agjerojmë 30 ditë, nuk kemi ndryshuar të menduarit ton, le ta dimë se agjerimi ynë nuk e ka përmbushur qëllimin e vet. Dhe për përfundim, unë kisha bërë thirrje për veten dhe për të gjithë që të bëjmë edhe një lloj të ri të agjerimit, të bëjmë një agjerim digjital, që do të thotë të abstenojmë nga teknologjia e cila është mjet shumë i dobishëm, por kur shndrohet në qëllim dhe zotëri, bën dëm jashtëzakonisht të mëdha. Prandaj, agjerimi ynë digjital, le të lëmë pak pajisjet anash, le të ndalojmë sot 1 minutë, 5 minuta me vetvete, të reflektojmë ku jam unë, për çfarë jam i krijuar dhe çfarë qëllimi kam sot, brenda një muaji, brenda një viti. Vetëm kaq do mjaftonte që të fillojmë të ndryshojmë mendësinë. Ky Ramazan është Ramazani i ndryshimit të mendësive tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim.